Përshëndetje. Unë quhem Engji dhe ky do jetë një sesion i shkurt 5 minuta për yoga nidra, sidomos për ato momentet kur nuk ke kohë mjaftueshëm, por përsëri dëshiron të përjetosh efektet e relaksimit dhe të grounding, rrënjosjes që yoga nidra të ofron. Le të fillojmë. Shpresoj të gjesh një vend të rehatshëm, ku për 5 minutat në vijim të mos shqetësohesh nga asnjë person, dhe të ftoj ose të mbyllësh sytë, ose nëse dëshiron të mbarë sytë e hapur, të gjesh një vend ose një objekt ku të fokusohesh. Filloj me një frymëmarrje të vogël. 4, 4, 4, 4. Merr frymë për 1, 2, 3, 4. Mbaje për 1, 2, 3, 4. Lëshoje për 1, 2, 3, 4. Mbaje 1, 2, 3, 4. Merr frymë thellë për 1, 2, 3, 4. Mbaje për 1, 2, 3, 4. Lëshoje për 1, 2, 3, 4. Mbaje 1, 2, 3, 4. Shumë mirë. Edhe një round. Merr frymë për 1, 2, 3, 4. Mbaje për 1, 2, 3, 4. Lëshoje për 1, 2, 3, 4. Mbaje për 1, 2, 3, 4. Të ftoj të lëshosh këtë teknikë dhe të marrësh frymë krejtësisht normalisht. Tani të bëjmë një skanim të trupit të veçantë, ku për minutin që vjen të mbajmë vëmendjen vetëm tek rrahjet e zemrës. Të ftoj të vendosësh njërën dorë mbi zemër, nëse është e mundur për ty, dhe të mbash aty vëmendjen për minutin që vjen. Kjo është detyra jote e vetme në këtë minutë. Asgjë për të bërë, askund për të shkuar, vetëm këtu. Ti, zemra jote, rrahjet e zemrës.
Nëse vinë mendime, thjesht përshkoj. Por fokusi mbetet vetëm tek zemra. Nëse sytë i kishe të mbyllur, të ftoj nga dalë të rikthesh tek gjithë trupi dhe tek midisi ku ndodhesh tani. Me këtë quaj këtë sesion të yoga nidra të përfunduar. Shpresoj të kesh ndjerë një efekt pozitiv dhe të ftoj të falenderosh veten që zgjolle, të kujdesesh për veten dhe për shëndetin tënd, edhe qoftë kjo për 5 minuta. Zakonisht vendimet e mira që marrim për veten, qoftë edhe në një sekuencë të vogël, kanë konsekuenca pozitive për ne. Prandaj, të uroj sa më shumë shëndet, të dërgoj shumë dashuri dhe një përqafim të madh nga unë, Angie. Shihemi herës tjetër. Mirupafshim.